Autoriteti rrugor shqiptar ka njoftuar kufizime të përkohshme të qarkullimit në autostradën Tiranë-Durrës në kuadër të punimeve për fazën 3 të projektit të zgjerimit të këtij aksi. Sipas ARSH-s, nga mesnata e datës 6 gusht deri në orën 4:30 të datës 7 gusht, do kryhet montimi i trarëve metalik të mbikalimit të ri të Rinasit, çka kërkon bllokimin e dy korsive të aksit kryesor në drejtimin Durrës-Tiranë. Gjatë këtij intervali, automjetet që lëvizin nga Durrësi drejt Tiranës, aeroportit Nën Tereza dhe Kosovës, do devijojnë nëpërmjet rampave të autostradës Thuman-Kashar, ndërkohë mjetet me destinacion në aeroportin dhe Kosovën do të vijojnë lëvizje në autostradën Thuman-Kashar, ndërsa drejtuesit që udhëtojnë drejt Tiranës do orientohen në rrugën dytësore për të rikthyer më pas në autostradë përmes mbikalimit të Kasharit. Autoriteti rrugor shqiptar u ka bërë thirrje drejtuesve të mjeteve, bizneseve dhe banorëve të zonës të tregojnë mirëkuptim dhe të respektojnë sinjalistikën e përkohshme të vendosur gjatë zbatimit të punimeve. Faza e tretë e zgjerimit të autostradës Tiranë-Durrës është pjesë e projektit për përmirësimin e një prej akseve rrugore më të ngarkuara në vend. Kontrata me vlerë rreth 1.97 miliard lekë është fituar nga kompania Al Building.